Shqipëria dhe Italia do të intensifikojnë bashkëpunimin në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, përmes zgjerimit të monitorimit ajror dhe verifikimeve të shtuara në territorin shqiptar. Angazhimi u konfirmua gjatë një takimi mes drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita dhe një delegacioni të Guardia di Finanzas italiane, të kryesuar nga komandanti i operacioneve ajrore detare, General Divizioni Joselito Minuto. Në qendër të diskutimeve ishte forcimi i masave parandaluese kundër kultivimit të kanabisit, si dhe rritja e shkëmbimit të informacionit me strukturave policore në të dy vendeve. Drejtori i policisë së shtetit vlerësoi partneritetin e krijuar ndër vite me Guardia di Finanzën, duke e cilësuar atë një ndër format më të konsoliduara të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër narkotikëve. Sipas Hitës, operacionet e përbashkëta, monitorimi nga ajri dhe kontrollet e mëvonshme në terren kanë dhënë rezultate konkrete në identifikimin dhe goditjen e parcelave të dyshuara me bimë narkotike. Ai theksoi se bashkëpunimi me autoritetet italiane nuk kufizohet vetëm te konstatimi i zonave të dyshimta, por vijon me verifikimin e koordinatave, ndërhyrjen e forcave policore dhe dokumentimin e rasteve të evidentuara. Nga ana tjetër, generali i divizionit Joselito Minuto rikonfirmoi mbështetjen e Guardia di Finanzës për operacionet e zhvilluara në Shqipëri dhe garantoi vijimin e angazhimit të strukturave italiane. Sipas tij, në periudhën në vijim, do të shtohen fluturimet e vëzhgimit mbi territorin shqiptar, veçanërisht në zonat që konsiderohen me risk për kultivimin e bimëve narkotike. Çdo koordinatë e identifikuar gjatë monitorimit ajror do të përcillet strukturave shqiptare, të cilat do të kryejnë verifikimet përkatëse në terren. Ky mekanizëm synon që çdo rast i dyshimt të kontrollohet në kohë dhe të parandalohet zgjerimi i parcelave të palishme. Monitorimi ajror është përdorur prej shumë vitesh si një prej instrumenteve kryesore për evidentimin e zonave ku mund të kultivohen kanabis, sidomos në terrene të thella ose të vështira për të kontrolluar vetëm nga toka. Përdorimi i mjeteve ajrore u mundëson autoriteteve të mbulojnë një sipërfaqe të madhe dhe të evidentojnë ndryshime në terren që mund të lidhen me veprimtari të paligjshme. Takimi riafirmoi angazhimin e Shqipërisë dhe Italisë për të forcuar kontrollet kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Dy palët ranë dakord për vijimin e operacioneve të përbashkëta dhe për rritjen e koordinimit me strukturave ligjbatuese. Synimi mbetet parandalimi i çdo tentative për mbjelljen e kanabisit në territorin shqiptar dhe goditja e grupeve që mund të përfshihen në kultivimin apo trafikimin e lëndëve narkotike.